Territori i Kosovës për datën 3 mars 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë me alternime mes diellit dhe rreve kalimtare, ndërsa pasditja mbetet e thatë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 17:33 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 2 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 14 gradë Celsius. Pej 6 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 15 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan 2 deri në 15 gradë Celsius. Perizaj 4 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 13 gradë Celsius. Suharek 4 deri në 16 gradë Celsius. Prizren 5 deri në 14 gradë Celsius.